Me mbrëma studio emisionit Opinion, jemi në prag të vitit të ri dhe natyrisht, sidomos në këtë kohë intensifikohen blerjet, intensifikohen edhe vetëm blerjet e dhuratave që në familje i dhurojnë njëri tjetrit, sidomos fëmijëve, po intensifikohet po ashtu edhe ai që mund të quhet tregu ose vizitat në tregun ushqimor. Vizitat në tregun ushqimor ku vazhdimisht, ose paktën sidomos në ato të fruta perimeve, ka gjithmonë një tendencë për të kërkuar prodhime shqiptare, pra prodhimet e vendit. Por prodhimet e vendit kanë kaluar përtej këtij tregut fruta perimeve, duke shkuar dhe në prodhime të tjera, disi më të sofistikuara, të cilat mbajnë vulën Made in Albania. Mbajnë vulën Made in Albania përmes shumë vështirësive si çdo gjë që prodhohet në Shqipëri për arsye të 1000 rrethanave, por që aktualisht kanë marrë një certifikat cilësie mjaft të pëlqyeshme nga ana e publikut, pra nga ana e atyre që i blejnë e konsumatorëve. Për diskutuar mbi prodhimet Made in Albania, pra për prodhimet shqiptare të tregut kryesisht ushqimor. Dhimo Kote, kryetari i Komunës Zar, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Shumë i famshëm jeni bërë nga debatet e fundit politike për prodhimet tuaja, mandarinat, portokallet, çfarë tjetër? Shiko, unë jam kryetar komune, jam dhe fermer vetë në profesion agronom dhe përfaqësoj. Unë kam përsi fermer. Po, unë jam këtu sot si fermer. Ne kuptohet e kishim prodhimi kryesor shalqinin, tani më Zoti na ka bërë një dhuratë atë klim të veçantë dhe shumë të mirë që klementina mund kultivohet vetëm dhe vetëm tek ne. Kështu që ne do të diskutojmë edhe më tej në emision. Vim sot ku kemi prodhuar rreth 7.000 tonë, të cilat kanë furnizuar tregun shqiptar. 7.000 tonë. Dhe jemi faktor në furnizimin me këtë. 7.000 tonë në vit? 7.000 tonë në vit. Në vit. Po? Flasim për 7.000 tonë këto vite, kurse renditja që vitet që vinë prodhimi do të jetë deri në 20-25.000 tonë, të plotësoj nevojat e vendit. Sa ka nevojë tregu shqiptar? Tregu shqiptar ka nevojë për 20.000 tonë dhe 16.000 tonë Kosova. 36.000 tonë tregu i shqiptarëve po e quajmë. Tregu i shqiptarëve. Dhe sot neve kompania Elko e Kosovës ka tregur edhe 657 tonë dhe ajo fjala që themi nuk është vetëm fjalë, por është vepër që do blejmë shqip. Që në Kosovë... Po dhe me që na shohin shumë dhe në Kosovë. Dhe në Kosovë mallin tonë dhe presidentin asaj kompanie unë e falenderoj për patriotizmin. Apo se pëlqejnë produktin tuaj? E pëlqejnë dhe po merr me çmim më të lartë sa merr tregu shqiptar. Domethënë me 30-40 lekë të vjetra më tepër. Pëlqimi ose po quaj shitja suksesi vjen për arsye të cilësisë apo të çmimit? Po, vjen arsye për dy gjëra, vjen për arsye të cilësisë dhe për arsye të kostos dhe të hershmërisë. Sot që flasim hershmërisë, sepse ne dalim më herët nga gjitonët tanë nga fqinjet nga grekët. Nga fqinjet, po? Dalim rreth një javë më shpejt. Një javë më shpejt. A keni ju konkurrencë nga produktet që vinë nga importi? Apo vetëm greket? Ne, shiko, vetëm gjitoni jonë greku prodhon rreth 60.000 tonë igumenica vetëm. Ne kemi konkurrencë, po të themi të drejtën që ne jemi të mbrojtur për sa i përket këtij rasti nga referenca, që tregu shqiptar të mbrohet dhe tregtarët shqiptar vazhdojnë të marrin produktet tona. Një kjo arsyeja dhe dyta cilësia jonë, si e shikoni, cilësia jonë është dhe po të vini dhe këtu do ta filloj edhe me ju që media është pak mbrapa jo vetëm të blejmë shqip, po dhe media të bëj reklam shqip. Pse do të bëj reklam shqip? Reklama është me para, se kemi në dorë. Ka dy gjëra, në kapitalizëm ka dhe pak patriotizëm. Nuk është vetëm, ne jemi në hapat e para. Patriotizmi më i madh që mund të bëj unë është t'i hap produktet tuaja, po t'i paguaj kur i ble. Jo, dakord dhe reklama. Reklama është që ka një mision, se siç e bëjnë dhe institucionet e tjera, kështu që media duhet të jetë e pranishme realisht për të paraqitur këtë që tham. Absolutisht, po ju keni drejt. Fakti që kamerat tona fokusohen vetëm studio dhe nuk dalin jashtë studiove është nga defektet e medjave shqiptare, po e marrin me këtë kosto. Nga sherri politik të vinë realisht atje se mandarina, portokallia, veza, vera dhe këto nuk kanë parti. Po unë kam përshtypjen që pa pak sherr ne nuk jetojmë dot. Edhe këtu do m'japësh drejt. Do t'jap drejt, ne se të vazhdojmë. Zien apo nuk zien komun për shembull? PD, PS. Zien. Sado që prodhojnë. Ka një gjë partia ime në këtë rast është Komuna e Zarës dhe puna nuk janë këto. Padyshim. Shumë faleminderit, do t'ju pyes më me detaje në vijim. Kur e keni nisur ju kultivimin e agrumeve? Dhe të shalqirit e se? Ne në vitin 1995 unë kam qenë emigracion me vëllezërit e mi dhe imi të parë, kemi ardhur në Komunën e Zarës, duke mbjell rreth 10 hektar me shalqim me ujtë me pika. Në vitin 1995, para vitit 95, me se ishit marrë? Ishit marrë me kultivim? Unë në profesionin tim jam agronom dhe jam marrë me bujqësia. Ajo zonë ka qenë një zonë zhvilluar për misrin, që në dihej gjithë fushëvrinës. Misrin, dhe më pak për perime dhe për agrume, për frutikulturë. Përse zgjodhët shalqinin? Dhe në vitin 95, 10 hektar shalqi ku shkonin? Po,
Në vitin 1995, unë zgjodha Shalqinin si e vetmja kulturë fitim prurse, që kishte një fitim shumë të madhe, ishte rentabel. Destinoi për brenda Shqipërisë apo dhe jashtë? Për brenda Shqipërisë. Brenda Shqipërisë, po. Mbas kësaj u kryoa një kooperativ që të vazhdoj atje ku e la zoti ministër. Kam qenë në një eksperiencë në Amerikë dhe në Itali, më ka shkuar Rusaidi. Po. Ku nuk do të ecë si bujqësia shqiptare nëse nuk do të bashkohet dhe nuk do të krijohen kooperativat kapitaliste. Për arsye sepse zgjerohet. E nisëm këtë punë thash me 10 hektar, nga 10 hektar u bën 50, u bën 60, u bën 400, u bën 500 dhe u prodhuan, dhe u prodhuan aktualisht ju keni 500 hektar? Do vazhdoj. 500 hektar dhe u prodhuan 30.000 ton shalqi ku furnizonin Shqipërinë, Greqi, Maqedoninë, Kosovën, Serbinë, Italinë. Dhe në Itali? Dhe në Itali. Pra dhe në një vend Bashkimit Evropian? Po. Me certifikat, USAID certifikoi, morëm certifikat, dhe kështu që vazhdojmë dhe tregtuam. Çfarë ndodhi? Pasi u konsoliduan fermat, u bashkuan grupet nga 15, 20 dhe 25 hektar fermerët. Duke u bashkuar, filluam dhe konkuruam në treg, sepse të konkurosh në treg në Evropian do të thotë të kesh kostot të ulët dhe cilësi të mallit, dhe jashmëri. Kështu që ne e arritëm të qëllim. Po pam që gradualisht, kur erdhi shartimi i shalqinit, sepse shalqini si vjetë tani në botë prodhohet i shartuar, me kungull, nuk ka, me në shartes. Se dia unë këtë. Shartohet shalqini me kungull? Shalqini shartohet me kungull. Nuk ka shalqin më si ai shalqin që hajet direktit millet, sepse nuk e reziston një sëmundje që quhet fusarioz. Ky shartim bëhet bërsera, prodhohet fidani. E prish cilësinë ky shartimi? Shiko, nuk them që i ruan të tërë elementet kryesor, kuptohet që ka dhe ngarkesë tjetër për sa i përket fizimit dhe fortësisë të tij. Por jemi detyruar si shartojmë Dardhën, kanë në shartes Goricën e tjera, kështu jemi detyruar që të mbijetojë kjo kulturë, do të gjetur Dermani. Dhe kur mbriti shalqiri i shartuar? Kur mbriti shalqini i shartuar, kuptohet që neve Divjaka, Berati, Lushnja, Fieri u futën në lojë sepse nuk mund ta prodhonin do shalqini se kishin pak sipërfaqe toke. Dhe ne gradualisht thirrëm në skenë një kulturë tjetër që na e ka dhënë dhurat Zoti që mund të bëhet vetëm tek ne që quhet Klementina. Dhe gradualisht filluam paralelisht me shalqinin i cili na pasuroi, në kuptimin e mirë të llavit, siç tha dhe ministri, nuk u bë i pasur dot në bujqësi. Në bujqësi lufton, sakrifikohen. Sa vjet eksportuat shalqi? Ne eksportuam shalqi 8 vjet. 8 vjet eksportuat shalqi. Pra dhe në vendet e Bashkimit Evropian, po për tregun shqiptar? Dhe për tregun shqiptar dhe furnizuam plotësisht tregun shqiptar. Pra krejtësisht tregun shqiptar kryesisht tek ne. Ishte një problem që ishte infrastruktura, kuptohet u bë një ndërhyrje. Në atë kohë duhet të qenë dhe më e vështirë. Ishte shumë e vështirë, tani ky problem u zgjidh, ishte një ndërhyrje që bëri qeveria shqiptare dhe kryeministri dha një kontribut të veçantë, pasi e bindëm që ndërtohet edhe kapitalizmi dhe diku thellë në Zar, po këto qeveritë e tjera edhe kanë harruar, po dhe kryeministri ka tjera borxhe akoma atje, pa u zgjatur me këtë çështje. Borxhet e kryeministrit s'mbarojnë kurrë. Thjesht sigurt. Me ne është në pozicion normal dhe korrekt. Problemi qëndron që mbas shalqinit ne zvendësuam shalqinin gradualisht me një kulturë tjetër që ishte Klementina. Paralelisht, në momentin që Klementina filloi prodhimin, domethënë para 8 vjetëve, ne filluam me mbollëm Klementinën dhe e morëm prodhimin, kuptohet, në vitin e 56. Filluam prodhimi mandarinën. Dhe sot që po flasim janë mbjell 300 hektar, janë rreth 250-300.000 bim. Po. Në gjithë rreth 300.000 pemë mandarina. Pemë mandarina. Ku prodhojnë sot 7.000 ton, të cilat janë prodhim vetëm 35% të këtij prodhimi, të kësaj sasie. Sepse pjesa tjetër fillon nga 15-20 kg deri në 1 kuintal. Kështu që ne gradualisht ajo zonë ka rreth 1.000 hektar. 1.000 hektar dhe ne jemi faktor më... Ju keni rreth 30% kësaj zone, për 300 hektarshin. Në këtë 1.000 hektarsh, në qoftë se do të vazhdojë qeveria, të ketë vëmendje maksimale, sepse vetëm ne mund ta prodhojmë këtë. Dhe kush detyra që ka qeveria ndaj nesh? Ne ka një detyrë sepse ne zgjidhim problemin. Çfarë mund të bëjë qeveria në rastin konkret? Qeveria çfarë mund të bëjë konkretisht? Duhet që ka grupe fermerësh, siç tha dhe ministri. Ne jemi në grupin e fermerëve me ferma të mëdha. Nuk kemi fermer me 5 dynim dhe 6 dynim. Ne jemi fermer nga 5, 10 dhe 15 hektar. Më dhe konkretisht unë, vëllezërit e mi, vëllezërit Buzuqi, një vllazëri tjetër, Kote, Murat Emini, do më janë disa fermerë të cilët Savribami kanë ferma nga 3 dhe 10 hektar. Qeveria duhet që në këtë problemet e infrastrukturës, të problemit të ujitjes, se neve jemi bashkëfinancues me qeverinë, nuk pranojmë që vetëm qeveria të investojë të na mbajë nga dora neve që të kalojmë vijat e trotuarit.
Ne jemi të gatshëm të ndërtojmë biznesin ton, por shteti të na zgjidhë problemin të kontribuojë në pikë grumbullimi dhe standardizimi që duhet që të konkurrojnë në tregje. Nuk kemi. Nuk keni. Nuk kemi. Është një projekt, shiko, ne vetë fermerët në vendet e tyre që kanë bëjnë amballazhimin, seleksionimin, amballazhoni bukur, do të standardi amballazhimi. Standardin, po, dhe prandaj kështu përballojmë dhe eksportin dhe furnizimin e tregut. Sot shkojnë për Shqipëri dhe Kosovë, thatë. Po në vendet Bashkimit Evropian? Jo, sepse s'janë certifikuar apo se s'ka kërkesa? Jo, për arsye se s'ka kërkesa, sepse nevojat e Shqipërisë janë rreth 20.000 tonë që do Shqipëria. Pra ju nuk kështu ne nuk plotësojmë dot nevojat e Shqipërisë dhe të Kosovës. Kush prodhon tjetër mandarina në Shqipëri? Klementin prodhojmë vetëm ne. Nuk prodhon dot njëri tjetër, mund të rri si pemë, po jo të prodhoj. Dhe e nxirrnin treg thatë rreth 1 javë përpara Greqisë. Po, ne nxjerrim në treg Klementinën në datën 15 dhe 20 tetor, fillojmë. Po. Dhe sot që flasim ne kemi mbaruar prodhimin. Ktu ka edhe një problem që mund ta diskutojmë, që ne duhet të kemi një lloj tjetër që të furnizojmë deri në prill, të furnizojmë deri në prill. Dhe këtë punë ka bërë USAID tek ne. USAID ka dhënë një asistencë të jashtëzakonshme dhe unë realisht dua ta falenderoj. Dua ta falenderoj sepse na ka hapur dhe na ka çelur sa rrugë të cilat ne nuk i kemi ditur dhe me eksperiencën na solli dhe kultivuam lloje që prodhojnë deri në prill. Deri në prill. Nuk mund të magazinoni ato që vilni tani apo? Jo, ne nuk, vetëm portokallia mund të magazinohet 2 muaj dhe të tjerat më nuk, Klementina nuk mund të magazinohet. Sapo vilet niset direkt, ambalazhohet dhe niset. Dhe furnizohet në treg. Në treg. Të huaj që kanë ardhur, ju përmendu USAID-in, po tregtarët huaj kanë ardhur, kanë shprehur, kanë shprehur gatishmëri. Cila është konsiderata për cilësinë? Për cilësinë neve kemi një mikroklim të veçantë, që Klementina jon është shumë e ëmbël, veç ngjyrës dhe ajo që shikoni atje është marrë nga një arkë e zakonshme, realisht po them. Po. Nuk është zgjedhur që të bëhet ndonjë zgjedhje kush e di. Është një zgjedhje, një prodhim. Është kjo? Po. Është një prodhim i zakonshëm. Problemi është që te këto Klementina kanë ardhur të gjithë politikanët dhe drejtues të shtetit shqiptar. Ministra, kryeministra, president, drejtoresha e Bankës Botërore, po të gjithë kanë ardhur dhe kanë vjedhur dhe kanë shkëputur me dorë. Është bërë rast i famshëm. Problemi, duke qenë rast i famshëm dhe të bëhet një, nuk është problemi sepse unë flas sekretar komune, po si fermer. Po. Zëri i fermerit dhe Shqipërinë ta thash dhe që parë, nuk e duan ata që thonë, duan ata që bëjnë. Një pyetje kam. A keni probleme mes jush? Se problemi më i vështirë shqiptarëve është konkurenca. Jo, është bashkëpunimi bashkë. Po. Ishte vështirë. Ne zgjodhëm një parim dhe unë duke qenë në 2 funksione kam një detyrë të veçantë. Parimi që duhet të funksionojë tek ne është veç në prodhim dhe bashkë në shitje. Ne si vjet prodhoni veç e veç dhe pastaj bashkëpunoni për shitje. Shumë e drejtë. Po. Në qoftë se nuk do të funksionojë ky element në bujqësinë shqiptare, ne do të ngelemi shumë mbrapa. Unë kam qenë në Siçeli, kam qenë dhe në Kalabri para një jave. Po. Ata kishin një problem të madh dhe ju thash dhe juve që kam një vërejtje për median ku e kam problem. Nuk e kam problem për të bërë reklam. Kur ti bëj jo juve, po tër media, jo ti bëj reklam manderinës, nuk kam marrë për atë mision. Kam marrë që djali im, vajza ime, mbesa ime, nipi, mbesa të gjithë zotrinëve që jemi këtu, të mos marrin prapë rrugën të qepen mbi ato anijet dhe të tutje. Ata duhet të kthehen këtu dhe ka mundësi të kthehen. Fal Zotit iku ajo kohë. Po, problemi qëndron që ne sot në komunën e Zarës kemi rreth 200 punëtor të punësuar nga Berati, Fieri dhe Lushan që punojnë tek ne. Pra ju keni 200 të sjell nga rrethet e tjera të vendit për të punuar aty sepse keni nevojë për fuqi punëtore. Ku zoti ministri ka parë dhe i ka takuar. Po fëmijët kanë përshtypjen që fëmijët e tyre janë atje. Të rinjtë e fshatit kanë ikur në Greqi. Jo. Ne janë kthyer nga fshati jon, nga moshësia Zara dhe Vrina, janë kthyer rreth 15-20% e këtyre që kishin ikur. Sepse pan që ky zhvillim dhe ky sektor që ne zgjodhëm është fitim prurës dhe jep të ardhurat. Kështu duhet të them që për fillimisht marrë dhe 200 tjerë nga rrethet e tjera të Shqipërisë. Se nëse ne do prodhojmë 30, jetojnë me gjithë familja, me gjithë familje. Pra cikli funksionon normalisht tek ne. Domethënë jeta vazhdon normalisht, nuk ka pse të kishte emigracion. Një punëtor tek ne merr 15 deri 20.000 lekë vjetra në ditë. 15 deri 20.000 lekë të vjetra punëtori. Pra nga 450.000 deri në 600.000 lekë në muaj afërsisht. Kjo është rroga e punëtorit. Këta punëtorë punojnë bashkë me ne, me gratë tona, me vëllezërit tan dhe jemi këta 200 punëtorët jetojnë të barabartë të Shqipërisë, tyre, pa problem. Kurse për sa i përket parimit që më thatë për organizimin dhe për bashkëpunimin me njëri tjetrin, nëse dhe në Siçeli që vetë kishin një problem që do të dilet e media. Spanja ka një problem e cila kishte tër manderinën të shartuar me Nerënz. Nerënz, po e di auditori kush është. Dhe e shkuli të tërë Nerënzën
dhe zvendësoj sot të gjithë me 3 foliat, sepse ka një virus që nëzori jashloje, po kupton që është Spanja, është superfuqi në prodhimin e agrumës. Italia kishte një problem tjetër. Problemi që kishte ishte sepse ka dalë në skenë në treg Afrika e Jugut dhe Tunizia dhe e prodhon me kosto më të ulët dhe treget evropiane po ja uzurpon Afrika e Jugut dhe Indonezia. Tunizia. Më falë, Tunizia. Dhe kjo ndodh për arsye sepse krau i punës atje shumë i lirë. 5 euro paguhet një punëtor. Dhe ata ishin rrezik të madh. Do të thënë ne kur mblidhem në një emision, do të bëjmë thirrje vetes, të rajonalizojmë kulturat. Nuk do të mbjellun Shalqi dhe Shalqini i kaloj Beratit dhe Lushnjës. Sepse unë do të merrem me... A ju thoni të ketë një marrëveshje vetë jush për të ndarë ato që quhet zonat, që mos konkurroni ju midis jush. E dyta, e treta që më thatë për konkurencën. Ne si vjetë që bërëm të bashkëpunim që ishte më efikas nga të gjitha, patëm çmim shumë të mirë, sepse mbajtëm çmimin që do të mbani nga 50 deri në 56 lekë e shesim ne me shumicë manderinën, në treg nuk e di, shitet 1000 lekë të vjetra, kaq, afërsisht 900.000 lekë të vjetra. Kurse ne duke qenë bashkë, konkuruam, furnizuam tregun dhe nuk patëm problem dhe njerëzit fituan. Mandarina apo portokallet ecin më shumë? Më shumë ecin klementina, mandarina. Mandarina? Mandarina për arsye sepse kërkesat e çdo familje ka për, domethënë raporti është 75% me 25%, mandarina me 25% portokalla. Mandarin, portokalle dhe limon 25% dhe mandarin 75%. Portokallet nuk shkojnë dhe për shtrydhje dhe për lëng dhe për shkojnë. Kultura ka filluar që njerëzit ta kuptojnë që portokallet dhe mandarina nuk zvendësohen me asnjë frut tjetër në periudhën sezonit e saj. Faleminderit, do flasim pra. Nuk paguhet, thot greku ignorimia dhe plirone. Njohja nuk paguhet, sot ju njohëm kemi nevojë, se njëra dorë lanë tjetër në diasuratin, kështu që kemi nevojë, prandaj tash duhet të vinë të tjerë, se këtu mirë një doktor, profesor i shkencave filani. Edhe vazhdon ai, jetë teorira. Në fakt shumë profesor shkencash nuk kam marrë. Mirë, flas për tëra politikan që zihen po. Nuk e kam me ju, e kam me gjithë media, domethënë. Problemi është që këta e duan Shqipërinë sepse bëjnë. Njëri thotë 1000 hektar kur mua që jam... Ju garantoj vetëm për një që unë që mendoj që shoh lajme nga mëngjesin dark dhe jetoj me kompjuterin të hapur në internet për të parë çdo gjë që ta gjej në korale, 90% në gjërave që po dëgjoj sot... Që ne po shkulim 15 hektar vresht. I shkuli 15 hektar, Zara. Me një prodhim shumë madh, po rushi bet në Shqipërinë, kështu që ne e bëm atë gabim unë i pari të tjerët pas mua. I shkule vreshtet? Dhe shkullëm... Ishte dhe tregu në atë kohë që 8 hektar, i shkullëm për arsye sepse... Ishte rushi mirë? Rush Resling, nga INF, përqindja e sheqerit janë kodër tek ne, Bregdeti është prallor, tërheqja, fulmarrja e prodhimeve nga Maqedonia, ulja e kostos, pëm bilancin se kapitalizmi është llogari. Dhe nuk të leverdiste. Nuk na leverdiste dhe u detyruam përfundimisht ta shkulim ta mbjellim sot. Me një lloj mandarine tjetër që quhet Nova, që është e vonshme, 15 janar, 15 mars. Që mund të zgjeroj kohën e furnizimit. Ne ullirin që kemi e bëjmë që prodhon çdo vit. Keni shumë ullir në kote? Po, rreth 50 hektar. 50 hektar? Jo, unë. Po, një zonë. Ku e çoni? Ulliri përdoret për vaj në 3 punishte vaj që dhe për nevojat e brendshme. Punishte lokale. Ajo që tha ministri që edhe ne filluam mbas viteve 2003-2004 të konsumojmë, të heqim vajin vegetal, ose të ledjell dhe të përdorim vajin e ullirit. Kështu që vetëm ne, në qoftë se ne të tre si vlezër, po të marrin shembull, kemi gjithsejt 150 rinj ulli, janë Koronenko është ulli apostafat për vajin që prodhon çdo vit, nuk ka periodicitet, u jytet në sistemin me pika dhe i këshilloj zotërin Zova që e njoha, që të ulet të vizetoj për llojet që do të marri për ullit e të përdori sistemin e ujitjes të ketë rezultat. Është një varietet grek, me sa di. Janë varietet grek, ka varietet e plot, nuk kam qenë në Itali, gjitha llojet, po që janë larg shumë periodicitetit. Ata asnjëherë nuk kanë pa prodhuar, mund të ketë ndryshim në rendiment, domethënë nuk do të ketë atë rendiment që ka gjithmonë, po që ka një diferencë të vogël që është e pakuptueshme për prodhues. Dhe kote? Unë duhet me mandarina, me portokalle, tregu për vitin e ri duket mirë, i garantuar. Rushin ja pas ke prerë, sot i qopo, kështu që. Unë duhet të falenderoj dhe të uroj vitë mbar gjithë fermerëve duke qenë i tillë vetë, nga Shkodra deri në Konispol. Është e vështirë të jesh fermer, është punë shumë e rëndë, por e lavdishme. Koha më në fund na thirrin ne në skenë, se në tavolina nuk ka dot më gjë nga politika. Në tavolinë do të hash mandarina, do të hash qumusht, do të pish verë, do... Porket. Do më thëni do të gjitha.
që të duash të gjitha këto, duhet të orientohemi. Po mbasi të hash zihesh për politik. Po, domethënë duhet që të kesh këto kushte. Prandaj falenderoj që po bëni sakrificë shumë të madhe, që merrem me këtë profesion shumë të vështirë, ku bota e subvencionon dhe i detyron që të rinë atje sepse e lën atë profesion, nuk e do njeri atë profesion. Të tërë duan qytetin, duan luksin, duan gjithë. Kërko bën kërkesë njeri në fshat, që të vit merret me bujqësi. Ja, zotëria, më çudit që ka ardhur nga qyteti, po ka një biznes tjetër, domethënë puna jonë është e vështirë po e lavdishme. Domethënë duhet të respektohen fermerët. Si në gjithë botën. Ju uroj punë të mbar, vit të mbar dhe duhet të falenderoj blersin shqiptar për prodhimet shqiptare dhe blersin kosovar, i cili për ne ka bërë një reklam dhe nëse ky çmim sot ishte një çmim i shqiptar të Kosovës, të cilët kanë bërë që ne sot jemi me rezultat mirë, them se gjithë fermat në Shqipëri kanë një rezultat mirë këtë vit, nga viti kaluar, po. Problemi që vegjël që duhet të jenë çik më të kujdesshëm që konsumatorët që kanë një fije krize, se s'mund të themi që s'kanë. Po, padyshim. Ka pak fukarallëk, do themi të vërtetën, po që mblidhemi këtu. Duhet të jenë të arsyeshëm dhe të kujdesshëm. Ju uroj të gjithëve punë të mbarë dhe vit të mbarë. Falenderit atëherë, falenderoj ju që keni ardhur duke bërë rrugë gjatë për të qenë sot. Falenderoj dhe ju që na keni ndjekur edhe unë me apelin për të konsumuar sa më shumë prodhimet shqiptare që sikur se u tha këtu kanë garancitë e saktë, e certifikuara ndërkombëtare, por njëkohësisht ose paktën pretendojnë se kanë cilësi më të mira se shumë prej këtyre mallrave që vinë nga perëndimi. Natën e mirë dhe mirupafshim, do rishihemi sërish nesër mbrëmje.